Rregulla e parë është me prit ndren. Domethënë unë pak edhe ironizoj me këto, për shembull them kanadezët është kënaqësia atyre më e madhe është me prit në radhë. Domethënë është një farë rregulli i pashkruar për të gjithë rreshtuar, domethënë për gjithçka duhesh me prit ndren. Qoftë për me marrë një kafe, qoftë për me shku te mjeku, qoftë me nxjerr një dokument, qoftë gjithçka. Rregulli i dytë, që është për shkak se Kanadaja është një ambient multikulturor, pra kemi njerëz të gjitha vendeve të botës dhe secili e sjell një copës të vendit të vet në Kanada dhe aty domethënë imagjinoni kemi të bëjmë me njerëz me kultura, me botkuptime të gjitha vendeve të botës. Edhe njerëzit nganjëherë habiten se si mundet me funksionu ky vend. Po si funksionon ky vend duke qenë tolerant ndaj njëri tjetrit, ndaj kulturës njëri tjetrit. Domethënë ky model është ai i cili duhet me kuptu gjithë secili i cili don me shku atje, që nuk mundet një bindje jotja personale ose një botkuptim jot i prej vendit nga vjen, jo domosdoshmërisht duhet me qenë botkuptim edhe i vendit ku ti po shkon, sepse ata mundën me pas botkuptime tjera për të njëjtën çështje. Ajo çka nevojitet duhet me qenë tolerant. E rregulla e tretë është që duhet me respektu këto dy rregullat e para. Pa e respektu këto dy rregullat e para, nuk ke pse vjen në Kanada, po edhe kryesisht në vendet perëndimore, që pak a shumë është e një kaqe. Ne në Kosovë jemi ma euforik, ata janë ma burokrat kushtimisht, për shembull, nëse vjen puna ti edhe me bleni mbushës telefoni ose diçka, gjithçka duhet me prit në radhë. Nëse vjen puna me bleni kafe, gjithmonë është domosdoshmëria e pritjes për gjithçka, e rregullit. Mirë po rregulli për mua tregon nivelin kulturor dhe emancipimin e një shoqërie.